është hera e parë që po marr pjesë sonte live në Diaspora Flet dhe ka qenë një pritje tepër e ngrohtë, me shumë entuziazëm, me njerëz të ri, me rjetizim, edhe sigurisht që na vuri para sfidave të reja se cila është detyra jonë dhe çfarë duhet t'u lëmë brezave që vinë. Faleminderit për ftesën, ishte një mundësi shumë e mirë për të takuar kaq njerëz nga vende të ndryshme, nga pika të ndryshme në Gjermani dhe kaq organizata që bëjnë një punë kaq të mirë për të prezantuar njerëzit nga Shqipëria dhe nga Kosova, për të prezantuar shqiptarë ndryshe që janë europianë. Dhe është për ti përshëndetur dhe respekt. Hello, my name is Nerina Kukai. I want to thank Germin and Urakult Germany for the invitation to this great conference, Diaspora Flet. It's an honor for me to be among my people from Albania, from Malzia, from North Macedonia and Kosovo. Një konferencë e tillë është e kohës dhe është e nevojshme për të bërë bashkë gjithë këta profesionistë dhe gjithë këtë kapital intelektual në mënyrë që të krijojnë projekte përbashkëta që do ta avanconin jo vetëm komunitetin këtu, por do ta avanconin edhe imazhin edhe identitetin shqiptar. I'm very glad to be here today, to feel the atmosphere, to feel the warm energy, and I'm very glad that the Albanian community support the children in school, and I'm very glad that we can offer a good heritage language course in our schools. Konferenca Diaspora Flet është eventi më i madh që mbledh aktorë të ndryshëm nga diaspora dhe organizata të ndryshme për të diskutuar angazhimin për bashkëpunim me vendet e origjinës Kosovë dhe Shqipërinë. Ishte kënaqësi për neve si GIZ, ndërsa rezultoi të jetë një event shumë i suksesshëm me shumë panele diskutimi, me tematika të ndryshme edhe me rezultate konkrete, të cilat shpresojmë që do të realizohen të ardhmen e afërt qëndrohen në aktivitete konkrete. Faleminderit shumë dhe mirupafshim me konferencën tjetër.